Myftënia e Kukësit njofton se muaji i madhëruar i Ramazanit përfundon të shtunën me 29 mars 2025, ndërsa dita e parë e Fitër Bajramit është e diela me 30 mars 2025. Myftyrju Emirion Vataj thotë se të gjitha xhamitë funksionale në territorin e Bashkisë Kukës do të jenë të hapura për faljen e namazit të mëngjesit dhe të Fitër Bajramit. Ditën e diel me datë 30 ndryshon edhe ora, edhe namazi do të falet me orën e re në 7:30 minuta. Nata e Bajramit është një natë ku kulmon një rezultat i muajit të begatë të Ramazanit, ku muslimani me mirësinë që ka plotësuar një adhurim ndaj Zotit të tij, ndihet i gëzuar, po njëkohësisht po i ikën një mysafir i denjtë, siç e thamë në fillim, është mysafiri që për vetëm begative që të sjell, të merr me vete edhe ato mangësitë të tua, pra gjunahe të quhetara në gjuhën fetare, dhe të pastron ty për të qenë edhe një herë një njeri i dobishëm për veten e tij, për shoqërinë, për familjen e tij dhe për gjithë ato që e rrethojnë. Myftënia e Kukësit organizon pritjen tradicionale për mysafirët e cila do të mbahet ditën e parë të Bajramit me 30 mars 2025. Me këtë rast, Kukës Televizion uron të gjithë besimtarët për festën e Fitër Bajramit, duke lutur Zotin që të ketë pranuar agjërimin, lutjet dhe adhurimet tona.